beson tek çiftet brenda fermës? Fare, asnjëri as tjetri. Atëherë, besova një moment tek Adi dhe Ola, po që atë moment ma hoqi Ola. Dhe Adi ma kishte hequr gjakur, prandaj dia thashtë edhe në Prime. Adi, ti kishe një dashuri jashtë që, do me thonë, jam i dashuruar, kemi bërë dhe muhabet brenda për këtë gjë. Por tha e harrova. Dhe kur e shikoja që e puthe në gush, e kështu thash, të njëjtën gjë s'kam parë me Indrin. Kështu që e besova një moment. Por kur pash Olën, se është dhe karma, që i shkovi vlaj, dhe vlaj bëri shumë mirë që shkovi. Do të analizojmë vetëm pas pak atë, më intereson në fakt opinioni jotë. Dhe Ola filloi të bënte jo arroganten, po të keqen. E pash me Mozën, e pash me mua, je 23 vjeç, e ke jetën për para, sa gjërat të tjera të bukura moj Ola do kesh në jetë. Kjo ishte vetëm një stërvitje. Sa jemi stërvitur ne që jemi këtu ku jemi. Dashuria e Vanesës ndaj Indrit, sepse Indri kemi mos më fol për dashurinë në kot kolerës. Fare mo. As tek ato lot. Fare mo. As tek ato dridhje. Fare mo, po i qara krokodilit. Po i komo tani. Ti mos vdek shkur me grua. Jo, na shumë mënyrë. Jo, nuk. Po bora në mes. Triangulli di Bermuda. Po ç'ishte ajo? Po ti çapate. Doli një ditë në Prime sikur ai, domethënë, i kishte rënë qartë të ardhurët. Ajo domethënë bëri unë në triangolo tha, në asnjë mënyrë triangolo është ai. Doli që Indri kishte fjetur një natë tek shtëpia, besoj bashkë me prezentën e dizajnit. Po pra tash një sekondë se ti po çon zërin dhe thua, erdhi si mik. Po mirë tash ne po e besojmë fjalën tënde deri në një farë pike. Po piu një kafe, tha te shtëpia. Tashi ti po e thu vetë o goc. Tashi mua s'më intereson fare kafja që ka pi Indri te shtëpia jote, e the vetë. Pse dole nga ferma? I ka fala unë veten. E fala veten. Ma falni dhe ju veten se iku vetja. Për te je shumë e mirë, Ermiona. Faleminderit shumë që ishe me ne sot. Dhe mbi gjitha me këtë mea culpën që bëre që është fa ai, më falni të gjithë. Je shumë e mirë. Faleminderit që ishe me ne. Ju dua dhe na duhet gjithë një shoqe si Ermiona në jetë. Tashmë e kam dhe unë shoqe, nuk e di atë do të ketë. Ju dua shumë, ju kam zemër, ju kam shpirt. Jeni bërthama e këtij vendit dhe unë jam me ju, jam bërthama në bërtham. Kështu që vetëm na premtoj që të largohesh. Më falni për ato rrylat që kam ngritur një çik shumë, se mbase mendonit, po unë jam ajo dhe jashtë. Ai italianët që thënë 25 vjeç që më thënë, ule sëri njona, ule. Po kur nuk më mësoat 25 tash, më duroni dhe 25 vjetë të tjera, se kjo jam. Na premtoj që nuk do largohesh të paktën nga studiot televizive, nga intervistat. Në qershor jam atje, jam këtu në qershor. Faleminderit shumë që ishe me ne, shkojmë në reklama, kthehemi pas pak, do të kemi një panel shumë interesant me 3 gazetarë që do të analizojmë situata vërtet interesante që ka ndodhur në Prime-in e dieshëm, por që edhe pritet të ndodhin dhe si do të zhvillohen marrëdhëniet. Vetëm pas pak në Ferma Club në Vision Plus.